shkollën dhe me ujnë me dritat. Bashkimi Evropian që është një ndër që ne duam gjithë. Dhe geopolitika e dikton që ne duhet jemi pjesë. Ne duhet jemi pjesë e një grupimi. Nuk është më ikim nga traktati Varshavës të qëndrojmë kështu shkëmgraniti në brigjet e Adriatikut, nuk është më ajo kohë. E kemi kaluar. Kemi kaluar me kohë shumë të mëdha edhe atë kohë. Mendon që Bashkimi Evropian në fakt është një kal beteje që i eklipson të gjitha bilancet e tjera të Ramës? E para duhet të kuptojmë që çështja e antarësimit të Shqipërisë në BE është një flamur elektoral. Sepse antarësimi në Shqipërisë në BE është një gjë komplekse. Është një proces që ka filluar në një kohë kur nëse kishim idenë çfarë ishte BE-ja, me ulin ngritet e veta, me ngërcët që kalon dhe vetë Bashkimi Evropian, tani jemi në fazën kur janë hapur negociatat. Ka një nxitim për të çelë grup kapitujt, për të dosjet, për të treguar që jemi duke e përparuar, por procesi i përmbylljes së kapitujve nuk është thjesht çështje kohe. Pra vendosim një afat dhe në 2027 një mbyllim, është çështje përmbushjes kriteresh. Dhe ato janë kritere thellësisht teknike, nuk janë thjesht çështje politike. E kuptoj. Megjithatë, Bashkimi Evropian dhe gjithë ne jemi gazetar për i kaq kohësh, ne kuptojmë që Bashkimi Evropian nuk negocion me emrat e përveçëm, negocion me çdo qeveri të dalë nga proceset demokratike dhe nga zgjedhjet lira dhe të ndershme. Ndaj besoj që ka shumë rëndësi në fakt standardi këtyre zgjedhjeve, e kemi thënë gjithmonë standardi, por vërtet kësaj radhe mendoj që do të ketë një vëmendje, pavarësisht një dëshire të etshme të BE-s për të patur disa aleat brenda vetes, pavarësisht se duket sikur ka të djathtë që nuk duan e tjerë, do duan një gardh më të zgjeruar, besoj. Tani le të jemi, ka dy gjëra që nëse do t'i vlerësojmë në raport me politikën e jashtme. Rama 12 vjet në pushtet, për shkak edhe të afimitetit kur në pushtet në të gjitha vendet e BE-s ishte pothuajse e majta, krijoi një atmosferë më të ngrohtë marrëdhëniesh personale. Si një aktor i mirë, Rama nuk linte takim pa shfrytzuar me ato sjelljet e tij, dikë përqafonte, jo dhuronte, jo me loni, me shalla, historira të tilla që i jepshin pak a shumë perceptimin e një njeriu që ka marrëdhënie të mira me leadershipin evropian. Megjithatë, unë nuk besoj që kjo mund të shërbesë një lloj katalizatori për të përshpejtuar procesin e integrimit të Shqipërisë. Ka një arsye të vetme përse Europa mund të jetë më e lubrifikuar në këtë drejtim dhe mund thjesht të mos jetë kaq shumë agresive dhe strikte në çështjen e kritereve, dhe kjo lidhet me një situatë ndërkombëtare me sigurinë. Raportet Kina, Pakistani, India tani së fundmi që ka një ekuilibër i prishur. Rusia, Serbia. Me dy fuqi bërthamore, po. Dhe në këtë drejtim besoj që BE-s i intereson që të mund të bëjë një sy qorë, një veshur, kur i themi ne, dhe të toleroj disa gjëra që lidhen me kriteret, edhe pse ne jemi ende shumë larg kur i të vërtetës. Por sërish do doja që këto t'i kapërceni. Tjetra është raportet që Rama ka me BE-n dhe që në Shqipëri i ekspozon si një lloj ekskluziviteti. Dhe këtu buron edhe fakti që në postrin e tij elektoral ai thot vetëm unë. E qartë. Ja? Unë e kam pyetur pse vetëm ti, sepse vetëm unë, thot. Me njëri tjetër BE-ja nuk antarëson në Shqipërinë. Padyshim, BE-ja nuk është se ka shkruar në gjë që thot vetëm Edi Rama dhe pos që ne nuk e fusim Shqipërinë në BE, por këtë lloj qasjeje favorizuese që është sot në treg në raport me Bashkimin Evropian, Rama përpiqet ta shes si një lloj ekskluziviteti të tij dhe nëse nuk do jetë ky, çdo kusht tjetër do të jetë pengesë për avancimin. Por tjetra që edhe pse nuk po trumpetohet shumë nga socialistët, për shkak se s'duan të krijojnë drithije në raport me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, Berisha po bën gjithçka për ta prezantuar veten
si një trumpist, si për të hequr paralele mes fatit të Trumpit në Shtetet e Bashkuara dhe të tij, akuza, Sorosi, prokuroria, arrestimi, gjyqet. Dhe në përpjekje për të shitur si një ekuivalenti Trumpit në Shqipëri, nuk është se kjo mund të prodhojë një qasje shumë pozitiviste në Europë, ku pothuajse pjesa më e madhe e politikanëve të BE-s janë kundër Trumpit dhe politikave të tij dhe mund të mos prodhojë shumë familiaritet. Megjithatë, këto kanë bëjnë thjesht me marrëdhëniet politike. Besoj që çështja e integrimit të Shqipërisë në BE nuk lidhet personalisht dhe ekskluzivisht me emrin e asnjë politikani në mënyrë absolute, por lidhen vetëm me vullnetin jo politik, se vullnetin politik e kemi patur dhe do ta kemi, por me vullnetin për të punuar në mënyrë që të plotësohen ato kritere, dhe unë mendoj që më shumë se sa rëndësishme antarësimi i Shqipërisë në BE ka plotësimi këtyre kritereve, se nëse përmbushen këto kritere, unë besoj që ne s'kemi nevojë për BE-n. Dhe nëse BE-s do t'i duhemi, do t'na fusi edhe pa kritere, por kjo është histori tjetër edhe ta shohim. Pra nuk asociohen të dyja me Nuk pak është fjalë. çështja e futjes në BE, se kur BE-ja të çmetet nesër dhe t'i ikin 3 çareku i vendeve anëtare, thotë hajde se u liru në vendet këtu, futeni ju. Ana vlen ne pastaj. Por ç'na duhet ne BE-ja në këto kushte, ne nuk në momentin që ne duhet shkojmë BE, ne duhet kuptojmë që do kemi probleme me korrupsionin, do kemi probleme me drejtësinë, ose për sakt do i kemi retushuar disi këto. Se ne kemi parë Rumaninë, kemi parë Bullgarinë, kemi parë vende të tjera ku kjo BE-ja nuk është se në BE dhe ne pam një... Nuk ishte një magji abrakadabra dhe u zgjidhen problemet. Absolutisht.